Mirëkthyer sërish në studio. Në orën 10 është parashikuar të rinisë sërish seanca e Kuvendit të Kosovës në një tjetër përpjekje për të zgjidhur ngërçin ku është përfshirë tashmë zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kam Kosovë Gjocin në lidhje të drejtë për drejtë për të diskutuar pak për seancën që pritet sot. Kosovë, përshëndetje. Ka ndonjë zgjidhje në horizont apo do vazhdojmë me të njëjtin skenar? Në bazë të asaj që kemi pa dëgju, përfshi këto dhe deklarimet që ndodhen ndoshta para pak minuta nga përfaqësues të koalicionit vetëvendosje dhe partnerët e saj, atëherë realisht nuk është se kemi diçka të re, vazhdon të jetë po ajo kërkesë që të ketë votim të fshehtë me arsyetimin se vetëvendosja po dëshiron të jap mundësinë deputetëve të gjithëve që ta shprehin vullnetin e tyre lirshëm, sepse normalisht sipas tyre ka deputet në partitë që kanë qenë deri tash në opozicië që mund ta votojnë zonën Haxhiu, por që për shkak të qëndrimit partijak nuk guxojnë që të deklarohen në votim të hapur. Dhe po ashtu ka përmendur faktin që zoti Konjufsa përsëri do dalë ta përsëris atë strofën tashmë të njohur që kandidate për kryetaret e Kuvendit nga Lëvizja Vendosje do të jetë përsëri Albelina Haxhiu. Tani mbetet është gjithë nëse këto pak minuta mund të sillin diçka të re, por shenjat janë në atë formë që do të përsëritet ajo që kemi pa për 10 herë me radhë. Siç po shohim tash, deputetët e PDK-s dhe LDK-s dhe disa të AK-s vetë se kanë ardhur, ndërkohë që nuk kanë ardhur ende deputetët e Lëvizjes Vendosje. Mbetet është gjithë nëse do të kemi diçka të re Esmeralda, por prapë po them, në bazë të asaj çfarë po shihet e dëgjohet, gjasat janë të vogla. Tani kemi edhe një situatë paksa të çuditshme Esmeralda, sepse kemi po them dy lloj taborësh, duke përfshirë jo vetëm nga ata që janë pjesë e këtij problemi që do duhet gjetur zgjidhje, por edhe ata që komentojnë jashtë, përfshirë këtu edhe njerëz të mirë të kushtetutës apo jurist, cilët kemi një pjesë që thonë se këtë çështje duhet ta drejtojë në farë forme presidentja, por presidentja duhet t'i ftoj partitë politike që të bëhen bashkë dhe të diskutojnë se cila është zgjidhja. Në anën tjetër zonja Osmani ndodhet në vizita jashtë vendit, ndodhet në Brunei, po vazhdon vizitat që ka nisë në Malajzi dhe tani në Brunei dhe kam sipas informacioneve do të vazhdojë edhe për në Australi. Kështu që paktën për disa ditë nuk do të jetë fare këtu, kështu që ne kam përshtimin që do ta shohim këtë situatë përsëri. Në anën tjetër kemi edhe juristë që thonë se normalisht tani me betimin që kanë bërë deputetët, ata kanë të drejtë ta dërgojnë këtë situatë në gjykatë kushtetuese, pra duhet mlidhen 10 deputet apo më shumë dhe mund ta dërgojnë këtë situatë në gjykatë kushtetuese, por edhe këtu kemi dilema sepse një grup i juristëve thonë se kanë të drejtë, një grup thonë se jo, kjo për faktin se në vitin 2014 pas atij vendimit e famshëm për rastin Vlani dhe zgjedhjen e Isa Mustafës si kryetar Kuvendi, kemi pastaj edhe një vendim në qershor të po atij viti, një vendim të gjykatës kushtetuese i cila ka thënë se nuk komenton se cilin pyetje që dikush e dërgon apo e kërkon nga ajo. Pra i duhet të ketë vendim të marrë dokument që mund të jetë ligj, vendim i zgjedhjes së një kryetari, një drejtori, çfarë të qoftë, vetëm në atë formë, atëherë ajo ka lëndë mjaftueshme për ta trajtuar, por jo edhe thjesht një pyetje që mund të vijë nga kushdo për ta trajtuar gjykata kushtetuese. Ndërkohë prapë edhe në këtë aspekt kemi juristë që thonë se nuk ka vendim, me faktin që nuk po zgjidhet kryetari i Kuvendit, nuk ka vendim, pra thjesht po dështon në proces të sipër. Në anën tjetër kemi një grup që thonë se realisht edhe mos zgjidhja e kryetarit të Kuvendit, në këtë rast vendimi i partive që kanë qenë në opozicië që mos ta votojnë kandidatën e Lëvizjes Vendosje është një lloj vendimi, prandaj edhe ka hapësirë për të dërguar, pra jemi në një lloj mishmashi juridik, politik që me të thonë drejtën në Esmeralda nuk po dim t'i bim në fije as neme. Thjesht po komentojmë sa ndej, sa këndej, por zgjidhja që është kryesorja nuk po duket as. Mirë,